me vendosmëri. Partia Demokratike ka deklaruar organizimin dhe modernizimin e saj si veprimtari kryesore. Siç ju kam informuar, me Instituti Republikan Amerikan ka përgatitur për ne një platformë të shkëlqyer, e cila do zbërthehet në të gjitha nivelet e partisë për organizimin dhe modernizimin e partisë. Së treti, me 2 fondacionet më të famshme të qendrës së djathtë në botë, Konrad Adenauer dhe Heritage, ne kemi përgatitur vizionin e Partisë Demokratike. Pra, siç e shef, nuk mund të ketë pushime për këtë parti, ka betejë, ka punë dhe vetëm punë. Cila do të jetë marrëdhënia e Partisë Demokratike me parlamentin? A do të vazhdojë bojkoti parlamentar me kushtin e shqyrtimit të 5 kërkesave të protestuesve? Nuk kemi bojkotuar parlamentin. Kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokoj paraqitjen në parlament të amandamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësuesit e protestës. Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës. Kjo është arsyeja dhe ky është qëndrimi. Të vendos kryesia, ti paraqesim, ti diskutojmë, është një detyrimi më minimal i parlamentit ndaj publikut, ndaj shqiptarëve dhe shqiptarëve në protestë. Zoti Berisha, të ndalemi pak te fundet e 2 përgjigjeve tuaja, te ripërtëritja dhe te vendimet e kryesisë. Kur do të mbarojë ripërtëritja e Partisë Demokratike, që do të mblidhet kryesia e re me sekretariatin dhe keni menduar ju për ekipin e ri drejtues që do të jetë në krye të Partisë Demokratike? Javën tjetër, në fillim e javës tjetër, do bëhet mbledhja e Këshillit Kombëtar për të finalizuar të gjithë organigramën e organeve drejtuese të Partisë Demokratike. Javën tjetër. Ju garantoj se dhe shpreh besim të madh se Këshilli Kombëtar